Çelja zyrtare e sezonit veror në Bashkinë e Vlorës do të shënojë edhe ndarjen në terren dhe administrimin e parcelave të plazheve që do të shfrytëzohen nga pushuesit. Kryebashkiaka e Vlorës tregon përgatitjen e kontratave për plazhet private, duke premtuar më shumë hapësirë publike falas për qytetarët në plazhet e Vlorës. Hapja e sezonit turistik që do t'jetë datave 9 dhe 10 maj, edhe do t'jetë momenti që ne do të fillojmë menaxhimin e gjithë parcelave, ku e kemi ritheksuar dhe risqaruar për të gjithë qytetarë që do të ketë plazhe publike pa pagesë në 15.000 metra sipërfaqe dhe pastaj pjesa tjetër do t'jetë përsëri e menaxhuar nga bashkia në bashkëpunim me operatorët turistik. Dhe shpresoj që data 15 maj do t'jetë një ditë zyrtare ku ne do të fillojmë vendosjen e çadrave në qytetin e Vlorës. Do të kenë më shumë hapësirë publike qytetarët këtë vit që mund të pushojnë falas? Do të ketë shumë herë më shumë. Në prag të çeljes zyrtare të sezonit veror, kryebashkiaka e Vlorës ka dhe një apel kryesisht për subjektet private. Duhet ta kuptojmë që një sezon turistik është gjallëria e një qyteti i cili e ka destinacion dhe qëllimin në vetvete që turistit të kthehet përsëri në Vlorë. Pra thirrja ime është për bizneset kryesisht që mos të abuzohet me turistin, të i lënë turistin ta shijojë Vlorën me çmimet që i takon këtij qyteti. Vlora përgatitet që këtë sezon të presi numër akoma më të madh vizitorësh, krahasuar me atë të sezonit të kaluar. Nisur kjo nga prenotimet në subjektet akomoduese për gjatë Bregdetit, por jo vetëm.